Babica fshati që thahet për ujë në çdo stin. Situata në këtë fshat mbetet problematike, ndërsa banorët janë të detyruar ende të presin edhe pas premtimeve të shumta. Banorët pranojnë se uji në banesat e tyre vjen vetëm 30 minuta ose në 1 orë, por vetëm një herë në 2 ditë. Sasia e pamjaftueshme sipas tyre, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë zgjidhje. Për të furnizuar kanë gjetur alternativa të tjera, ndërsa për të konsumuar kryesisht e blejnë. Në fshat her pas here, sipas banorëve, mbërrin një automjet, aty ku këta të fundit janë të detyruar ta blejnë. Një tjetër zgjidhje janë puset që kanë havet banorët, por kjo nuk është një zgjidhje, ndërsa sipas tyre, situata vijon e tillë prej shumë vitesh dhe nuk ka asnjë zgjidhje. Uji pishëm vjen një ditë po, një ditë jo, 1 orë. Qa marrin, qa s'marrin, që ja shruan lidur tubët, agojnë 18.000 lekë. Do me thënë, kam ardhur unë këtu 12 vjeç, jam 75, uji dhe drita babis shuaj me uji. Uji s'keni për ta shuaj? Ja. Po ju del për të furnizuar 1 orë. Po 1 orë ku del. Mirë unë jetoj vetëm, po ka familje që janë çunaj që duan plan 3 ditë. Ku del? Po ju kanë thënë që do sistemohet shumë shpejt disa herë. Ja thëna me të bërën. Ja. Po si ja bëni për ujë? Po ma vri për të pirë blejnë. Po. E përgatuar, se ai drejtori i ujësjellësit thotë që unë e kam të pishëm, po dhe kali ngort me ato. Për shembull, lëre në një botë, në një plastike të bardhë. Mbushë lëre mbas hajde mbas 3 ditë shko si bëhet na brenda. Dhe dimër behar babica thatë për ujë. Të pun ka babica. Të pun. Janë lidhjet janë pa kontrolluara, nga depo mund të kenë vajtur te argjilet në ujë argjilje qendrës. Babica për ujë ca s'marrin fare. Ca s'marrin fare birë. Po unë kam një pusë atje që kam bërë 97-ën edhe bere qaves. Filtroj, se kam vën filtrin që marrë pi. Se nga njëra arrim të marrim, e njëra s'arrim të marrim. Sa ko ka në këtë gjendje? Kjo gjendje vajti vite o birë, po tani ka një 3-4 vjetë, njërë 5 që është fare. Ka familje që nuk marrin pikën. Pikën. Po kur vinë, sa herë vinë? Sot dhe erdhi uji, nesër jo pas nesër, 1 orë. 1 orë në qafë, 1 orë lagja jonë këtu, 1 orë ajo poshtë. Po është e përballueshme? Po jo, more birë, ku është nuk marrin, them. Nuk marrin, më të shumtit nuk marrin. Për të pirë si ja bëni? Urdo? Për ujë për të pirë. Si ja bëj për të pirë, vjen një kamion këtu nga, duket nga Tomorri, se nga është, që mushin bidonët. Shet ujnë? Shet ujnë, po si. Me bote? Me bote. Kurse unë kam filtrin, vajta një 5-6 vjetë, edhe pi po këtu, se më merrte djali më futej në mes, merrte bidona 30 kilosh. Për të larë, si ja bëni, ju keni pus po tjerët? Po dhe pusi më ne birë, sa do ashu dhe pusi. Unë jam 8 veta në shtëpi. Sikur njerë duar të lajnë të 8, imagjino. Si ja bëjnë, nuk kanë ujë birë, nuk kanë ujë. Shumë familje nuk marrin fare. Te po vete ka të qa 10 vjeta, 15 vjetë, na i hoqën e kishim nga Vlora, e na dhanë ujë lumi. Që spim në ata, po blej ujë 800 lek bidonin. Marë 3 bidona, bëj llogari me një pension, vëlla. Qysh do bëjmë? S'kemi ujë të pishëm. Po kanë thënë disa herë që do rregullohet, do furnizohet. Kush do ta rregulloj atë që qenë? Kush do i rregulloj? Ne u meruam djalo. Blejm ujë edhe japim edhe ujë lumi, 20.000 lekë në muaj. Është vështirë për ju? Po, shumë. Po të lanë me ujë të lumit, për të lanë mushe trupi kokra. Na mushe. Për të pirë blej. Ja, vinë makina, po va marrim në klub. Babica fshati që vijon të vuaj mungesën e ujit të pishëm, një situatë që vijon prej vitesh ndërsa nuk ofrohet asnjë zgjidhje. Fshati thahet për ujë në çdo stin, banorët kërkojnë zgjidhje.